Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth disa detajeve me vlerë që ka adhurimi edhe përsosja e adhurimit në jetën e besimtarit. Edhe kisha përgatit një lan për ditën e sotme dhe po e nis nga një detaj edhe një fjalë shumë e madhe e një prej tabiinëve të Basrës, një prej nxënësve të Hasan Basriut të famshëm, që quhet Bekr ibn Abdullah al-Muzani, i cili ka lind në vitin 108 të Hijretit. I dietar i madh, edhe i shquar në mesin e bashkëkohësve të tij, dhe që ka një fjalë shumë të madhe. Edhe pa me u marrë të gjithë neve të me këtë fjalë, na del deri javën tjetër. Thotë kështu: Men mithluka ya ibn Adam. Kush është si ti, o i biri Ademit? Të shlën mundësia për të dalë në mihrab, e ka për qëllim mihrabin e adhurimit, edhe namazin, që njeriu mund të falë natën, pra namazin nafile. Të është dhanë mundësia për të dalë në mes të mihrabit, edhe të hysh drejt Allahut të madhruar kur të duash. Veç me mendu këtë. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhanë mundësinë të gjithëve ne me hyrë në huzur të tij kur të duam. Ne kur të duam, ne kur të duam. Subhanallah. Pra ti e ke falë namazin e jacis. Edhe thu mas 1 ore, mas 2 orëve, mas 3 orëve. Tashti jacia me sabahun janë shumë afër. Dhe më thanë një diferencë rreth 4-5 orë, jo ma shumë. Mirë po ndimën, diferenca është shumë ma e madhe. Pra ne është qujtë dimni pranvera e besimtarve, se e ka natën të gjatë, ku njerëzit mund të lutin edhe mund të adhurojnë nafile pafundësisht. Mirë po merr kohën e tanishme. 2-3 orë mas jacis, ku njerëzit zakonisht edhe nuk flenë. Sidomos tash në këtë kohë, ku njerëzit janë të xhanun edhe me kampionatin botnore, lunë kjo, lunë ajo, dikush është tifoz me këtë, dikush është tifoz me atë. Po me këta që ka mund në dorë, a jeti tifoz? A jemi ne tifoz me këta? Në fakt ne duhet me kënë tifoz me këta. Ai që nuk është tifoz i këtyne, nuk ka hise në këto që flasim. Edhe nuk ka hise në kretë këto mirësi dhe këto mrekulli për cilat flasim prej sa japësh. Fe Imam Muzaniu i Basrës thotë që të është dhanë mundësia me hy kur të dush ti në huzur të Allahut Azza wa Jall. Ora 1 e natës, a ti fali 2 rekate nafile? Po i fali. Jo bes po i fali. Ase po shtymë pak ma vonë, 1:30 ora. A qohëm mos qohëm? Ja ma se mi lodhën, du me fjetë. Nuk i falë. Të iku mundësia. Dikush tjetër është qua dhe është falë. Në 1, në 2, në 12, pak ma heret. Edhe e ka fitu atë mundësi. Ti hyn kur të dush. Wa laysa bainaka wa bainahu hijab. Dhe ndërmjet teje dhe ndërmjet Allahut Azza wa Jall nuk ka perde. Namazi i natës, dhikri i natës, adhurimi i natës, për te adhurimeve obligative, është mirësia e mirësive. Edhe është deti i sekreteve. Edhe është deti i bekimeve. Ku ty të hapën dyrë që as mund t'i kishe imagjinu se ekzistojnë. Ku ty të jepet, çka ti ngelesh i befasum nga ajo çfarë është tek Zoti jot. Dhe të jepet mi të gjitha atë që e dëshmon pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e saktë. Hadithi i afrimit të njeriut me Zotin e tij, i cili duke shtuar nafilet, pra veprat dhe adhurimet vullnetare, ditë pas dite, grad pas grade, e virt pas virdi, e moment pas momenti, arrin në gradën e të kanonit i dashur i Allahut.
hatta uhibbahu. A është kështu apo jo? Derisa unë ta du atë, thot Allahu Azza wa Jall. E nëse e mrin këtë grad, çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Që është hadithi kudsi. Fa idha ahbabtuhu, e unë kur ta du atë, pra kur ta ketë mrit këtë grad, bahem syni i tij me cilin shikon, e veshi i tij me cilin dëgjon, e dora e tij me cilin prek, e kama me të cilin ec, që do thotë se njeriu nëpërmjet të adhurimit, shtesë, vullnetar, e me anë të shtimit të dhikrit, e lutjes e këtij mihrabit, pa leje, e pa orar, kur të doj ai, arrin në një gradë që bahet krejt i Allahut. Prandaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam që ruanu nga shikimi, vështrimi i besimtarit, sepse ai sheh me dritën e Allahut. Çfarë do të sheh me dritën e Allahut? Allahu subhanahu wa ta'ala e ruan atë nga ligësitë. Dhe i jep mundësi që edhe një hap që e hedh në jetë me ken hapimaton. Pse? Sepse ai e ka bushatisë të mbrëmshmën e tij nga çdo gjë përveç Allahut Azza wa Jall. Ja ka fal Zotit të tij zemrën. Ja ka fal Allahut Azza wa Jall synin. Ja ka fal Allahut Azza wa Jall veshin. Ja ka fal Allahut Azza wa Jall mendjen e tij, nefsin e tij, zemrën e tij, shpirtin e tij. Ja ka fal Allahut Azza wa Jall. Nalu pak. Ja ka fal Allahut. Po pse nuk janë të Allahut këto? Po të Allahut janë. Mirë po, ai që arrin me e kuptu këtë, edhe me shku pas dëshirës dhe vullnetit të Allahut, dhe me e vendos çdo energji që Zoti i ka dhënë në funksion të dashurisë së Allahut, ai bahet me dy krah. Ai bahet prej euliave më të mëdhenj të kohës, e përtej kohës së tij. Ky është rregulli, e thot Kurani famlar, e thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, na mësojnë edhe ata që e kanë provu. Edhe çfarë vazhdon të thot Imam Muziniu? Ai thot që nuk ka ndërmjet teje dhe ndërmjet Allahut asnjë perde. Wala tarjuman, as përkthyes. Nuk ke nevojë për përkthyes. Për këtu përsëri po e them, disa njerëz më shkruajnë, ose më pyesin në privat, ose edhe në kontakte të ndryshme, që e kam një hall kështu, edhe nuk di se ç'a më ulut e si më ulut. Nuk din ç'a më ulut e si më ulut, pse Zoti ka nevojë për tërgjuman, ti nuk din me i kërku Allahut Azza wa Jall hallin që ke, ti nuk din më shku me dalë këtu në mihrave dhe me vu kryt në sejdë edhe më drejtu Allahut Azza wa Jall për atë që ty të brengos. Edhe thot, edhe e mira e besimtarve, ashtë thot, ky ujë i kripur. E mira besimtarve është ky ujë i kripur. Ku? Në krejt këtë mesele që po flasim. Pra ta zhdhan mundësia me dalë para durve të Allahut kur të dushti, dhe ndërmjet teje dhe ndërmjet Allahut nuk ka perde, as tërgjuman, edhe e mira e besimtarëve është ky ujë i kripur. Çfarë është ujë i kripur? Loti. Loti, me të cilin ti shkon para durve të Allahut Azza wa Jall. Ai është ndërmjetësi jot më i mirë. Ai është ndërmjetësi jot, edhe qelsi, që ti hap dyrt, edhe të garanton atë që gjendet për te derës. Shumë e madhe. Fe ne të dashur dhe shtrenjtë, kemi shumë nevojë që me i kuptu këto tekste, për me përmirësu gjithë se cili prej nesh veten e tij, edhe me eshtru si pas asaj që donë Allahu Azza wa Jall. Të gjitha alant, të gjitha dijet, të gjitha shkencat tona islame janë njëna ma e mirë se sa tjetra. Mirë po pakte, as njëne nuk kanë vlerë. Ky është tabani, pa të cilin sado që ta ndërtosh ndërtesën tënde, edhe 100 kat po të jetë ajo, një erë e vogël, një lëkundje e vogël diku nga mes dheu ta hedh në tokë atë. Jo këtu.
dikun nga mesdheu që nihet edhe këtu pak një prekje e vogël, ajo prekja e vogël të hedh krejt këtë ndërtesë në tokë, nëse ti nuk e ke këtë lanë. Kjo është lana e dhikrit, e kjo është lana e të afruarit me Allahun subhanahu wa taala për të vendos njeriu në jetën e tij ekuilibrin e besimit aty ku duhet dhe si duhet. Për ndryshe ngelemi thjesht njerëz folklorike dhe besimtarë folklorik. Ka një fjalë të madhe që lidhet me bamirësinë, që është një formë prej formave të adhurimit, dhe që thotë dietari i hershëm Imam Ibn Abdul Barr, i cili ka lindë në vitin 978. 978. 1000 vite më mbrapa ka lindë ky që është të folë. I thash pak më përpara dhe disa të ndërruamve këtu. Imagjinoni se çfarë sirrit mund të ketë pas ky njeri me Zotin e tij, që janë rujt fjalët e tija me u përmendë sot mas 1000 viteve. Allahu Ekber. Imam Ibn Abdul Barr është Kurtubi, nga Kordoba, nga Spanja. Quhet në rësi Hafidhul Maghrib, hafizi i Maghribit, dhe me thani pjesës krejt të perëndimit të Afrikës. Ka ndruar jetën në 1701, rreth 95 vjeç ka qenë. Të thotë, duhet që njeriu i urtë edhe i mençur mos me nënvlerësu asgjë nga e mira që vepron. Edhe këtu hyn edhe çështja e dhikrit, këtu hyn edhe namazi i natës. A nuk i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam dikujt prej sahabeve, mas u bën si filani që e falte namazin e natës, pastaj e la namazin e natës. 2 rekate, mos tu janë pak ti krye atë. Një sadaka shumë e vogël, po më duket se është pak, o vlla jepet ti atë. Pse? Sepse nuk e dim, siç thot Imam Ibn Abdul Barr, se ndoshta për hatrin e asaj gjaje të vogël, Allahu ka me e falë nesër ditën e gjykimit. Diçka shumë e vogël. A ju kujtohet si thonin begidashton, pleqë tonë, gjyshat tonë, paqe njëmi rahmete? E kam një dhe prej gjyshit e më pas rahmet, pasaj kam verifiku në librat e hadithit edhe në këto librat e fesë tonë. Që në ditën e gjykimit, do të vi një person i cili ka ba edhe të mira dhe edhe të kundërtën e tyne. Edhe të vendosen në peshore të gjitha ato. Ka të mira, por ka dhe jo të mira. Edhe çfarë ndodh? Ndodh që ana e majtë përshon ma shumë se sa e djatha. Edhe dikush pyet, a ka diçka tjetër me vete? Dhe në bagazhin e veprave, a ka diçka tjetër me vendos? Apo u mbyll peshimi? U mbyll peshimi, nuk ka asgjë. Atëherë, ky është për xhehenem. Mirë, po dikush thot, një za thot, pritni se ka dhe një copë letër me vete. Ajo copa letrës që kishte me vete ishte La ilaha illallah. Një dhikër që ky e bante shpesh, La ilaha illallah, La ilaha illallah, tu ecë në rrugë, tu najt në shtëpi, para se me fjetë, kur hapte syt, siç mund ta bëjmë gjithë secili për nesh, La ilaha illallah, La ilaha illallah. U vendos në peshore dhe e prishi peshoren. Anoi ma shumë se sa gjithçka, edhe hyri në xhennet. Fe Imam Ibn Abdul Barr thotë që mos e nënvlerëso të mirën që bën, sa do e vogël qoftë ajo, sepse ndoshta për hatrin e saj Allahu Azza wa Jall ka me të falë nesër ditën e gjykimit. U ktheva në shënimet e mia edhe në kujtesën time teksa po përgatisja këtë material, edhe më kujtu edhe hoxha i dashton e din edhe mund të kenë dëshmitar me mua, nuk e di ka kenë sa kenë, po mund të kenë. Ishim studentë në Damask dhe kur vinte Ramazani, lajmëronin para dite, diku në rreth orës 10 diçka kështu. Lajmëronin që nxënësit e konviktit të njëjtën në katin e dytë të xhamis, në sudën e dytë. A jeti dëshmitar apo jo? Po, okay. Edhe një të shimnen në katin e dytë të xhamis. Kur që ishte aty, ishte një prej pedagogëve tanë, edhe një prej hoxhallarëve shumë të dashur,
Sheikh Bashir Albani, rahmet past. Sheikh Bashir Albani ka vdek në moshë të thyme. Ka ke një burr i hajthëm, shumë i dopt, edhe që mante ligjërata në xhamin ton, por na jepte në universitet edhe lëndën më të rëndësishme. Njëherë në parantezë e kemi taku Sheikh Bashir Albanin bashkë me Hoxhën rahmet pas, me Sheikh Bebi Sulejman Gavoçin. Hoxha ishte më i ri në moshë se sa Sheikh Bashiri. Paqen rahmet të dy. Edhe kur Sheikh Bashiri hyri në mexhlisin ku ndodheshim, Hoxha e jon tha, mirë se vjen kadiu i muslimanëve. Pse? Sepse Sheikh Bashiri në një periudhë të caktuar të shërbimeve të tij ka shërbyer si kryetar i gjykatës së apelit në Damask të Sirisë. Ka kënë personalitet, nuk ka kënë do kushdo. Dhe kur u ngritëm nga mexhlisi, Sheikh Bashiri, ma i madh në moshë, me qallë me gjyve, i mori dorën Hoxhës tonë dhe ul kja puthpe atë. Hoxha u skuq kreta dhe e tërhoqi dorën, ai nuk ja lëshoi dorën edhe ja puthi dorën. Sheikh Bebi Sulejman Gavoçit. Edhe i tha, ti je mësuesi jonë edhe hoxha e jonë. Allah. Çfarë edukatët kanë pas edhe çfarë. Ma kujtoj kjo, prap në parantezë një fjalë të Hafiz Abrikoçit rahmet pas, në 1995, këtu në teatrin Migjeni. Flet për elitat e hoxhallarëve të Shkodrës, edhe flet për hoxhën e tij, edhe hoxhën e hoxhallarëve të Shkodrës, siç thotë Hafizi, hirësia e tij Haxhi Muhamet Bekteshi, rahmet pas, i cili ju ka dhënë ijazetin shumë hoxhallarëve, nërmesin e të cilëve edhe Hafiz Abrikoçit pas rahmet. Po në mesin e të cilëve edhe Sheikh Qazim Hoxhës. Sheikh Qazim Hoxha ka qenë nxënës i Haxhi Muhamet Bekteshit në landën e fikut, por jo vetëm. Ndërsa Sheikh Qazim Hoxha, si udhëheqës i tarikatit Tijani që ka qenë edukator edhe prins i shpirtënor i Haxhi Muhamet Bekteshit. Edhe thot, kur vinte Sheikh Qazim Hoxha për të mësuar tek hoxha i jon, ky i delte përpara thot dhe ja merrte dorën dhe ja puthte dorën. Ndërkohë edhe Sheikh Qazim Hoxha ja puthte dorën hoxhës tonë. Shikoni këto, çfarë edukate dhe çfarë mirësie edhe kanë pas me njëri tjetrin. E rëndësishme se u larguam paksa. Njiteshim ne në kat të dytë të asaj xhamis, edhe hoxha e jon Sheikh Bashir Albani, Allahu më shëroft, ishte aty, edhe i shpërndante krejt studentëve me rastin e Ramazanit nga 100 lira. 100 lira siriane. Aso kohë ishin $2. Mirë po, atë harrohet dy gëzimi i aty në 100 lirave? Atë kujtohet bereqeti aty në 100 lirave? $2 ishin. O, sa gëzoshin studentat. Edhe sot e kësaj dite, me shumë prej shokëve, e kujtojmë Sheikh Bashir Albanin edhe veprimin e tij. E diçka e vogël është ajo. Dhe me thanë, si me i falë, me mbledh nxënësit e medreses, edhe i thanë, ne bini të xhamia dy vajzave, edhe me thanë, myftia, hoxha, imamia, dikush prej besimtarëve, dhe japim secilit nga 2.000 lekë. A i bjen kështu apo jo? Subhanallah. 5.000 lekë, 2.000 janë pak sot. Allah. Mos me enervërsu të mirën o të dashët e mi, pse se nuk e dim se sa pranohet tek Allahu prej saj, edhe sa vlerë ka nesër në ditën e gjykimit. E kam një mikun tim, nuk e di a ka ardhur s'ka ardhur në xhami. Që sa herë që shkoja në haxh ose në umre, edhe nëse ai e merrte vesh me vonesë, më bati një telefon. Edhe më thote, mos harro porosin. Unë e disha se për çfarë bëhet fjalë. Se gjithmonë ai e kishte zakon edhe më jepte 50 euro. 50 euro. Edhe më thoshta, ke mundësi me ma kry një shërbim? Pa tjetër. 50 euro, me mi kthy, me i ndanë në 5 edhe 10 rial, edhe me ja falë aty në punojësve të shërbimit, në xhaminë e Haremit Sherif, apo në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. U kry. Mirë, po kur t'ia jep aty në ato 5 rial, 10 rial, shumë për ju që dini këtë edhe e keni pa edhe keni parasysh se si gëzohen ata dhe si njerëzit ju falin kredve dhe të lumtat, aty ne duhet me aputh durt që pastrojnë xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam edhe
pastrojnë Ka'ben e mallnueshme. Edhe besoj se nuk ka më fatlum se sa ata. Që Allah Azza wa Jall jo ka bën nasib me pas këtë punë. Kjo është puna e Hazreti Ibrahimit, Hazreti Ismailit, me pastru Ka'ben e mallnueshme, me pastru xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Me pastru vendet e shenjta domethënë për besimtarët. Sa herë që kujtoj këtë, edhe nga një herë e bisedoj me atë mikun tim edhe vëllain tonë të dashur. Subhanallah, është diçka që në pamje të parë është diçka shumë e vogël, edhe çfarë domethënë, ne nuk e dimë se sa prej saj pranohet. Edhe e vogla mund të jetë kaq e vlefshme nesër ditën e gjykimit sa veç një Zot e din. Prandaj të dashur të shtrenjt, ti lutemi Allahu subhanahu wa taala me na bë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Dhe ti lutemi Allahut azza wa jall që më na frymëzu në mënyrë të vazhdueshme, mos me e hum virdin e natës. Mos me e hum atë mundësi që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë gjithë secilit prej nesh, me hy në huzur të tij kur të dojë, gjithë secili prej nesh. Pra Allahu subhanahu wa taala të ka veçuar prej gjitha krijesave, sa që të ka dhënë mundësinë me hy në huzur të tij kur të dush zotnia e jote. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu na uzoftena fal.